Vazhdojmë të lexojmë për pasardhësit e Adamit në përvijën e Sethit deri te Noeu. Metuselahu jetoi 187 vjet dhe i lindi Lameku. Mbas lindjes së Lamekut, Metuselahu jetoi 782 vjet dhe i lindën bie e bia. Kështu Metuselahu jetoi gjithsej 969 vjet, pastaj ai vdiq. Lameku jetoi 182 vjet dhe i lindi një bir, dhe i vuri emrin Noe, duke thënë, ky do të na ngushëlloj për punën tonë dhe për mundin e duarve tona për shkak të tokës që Zoti e ka mallkuar. Pasi solli në këtë botë, Noeum, Lameku jetoi 595 vjet dhe i lindën bi e bija të tjerë. Kështu Lameku jetoi gjithsej 777 vjet, pastaj ai vdiq. Noeut në moshën 500 vjeç i lindi Semi, Kami dhe Gjafeti.